Unë dasha një histori që e kam dëgjuar nga një hoç i Riyadit. Ai thot kështu, thot një djalë i ri kish dash mja kërku vajzën një njeriu intelektual, pasanik, edhe vajzën e kish pas shkolluar dhe shumë bukur. Mirë po ky djali e ka pa që nuk është për atë familje, mirë po si t'ja mbushë mendën atij prindit, edhe 40 ditë, më shumë se 40 ditë u ka falë afër atij. Safin e parë. Ai falu një djalë i ri aty. Tu falë për ditë, ama posaçërisht në sabah. Pastaj pas 40-50 ditëve ja dërgon shkusi. Edhe ai thot për cilin në të fol, thot për filan djalin. Thot ai djali mirë, po ai prit safin e parë falet. Edhe jep vajzën. Pasi që e bëjnë darsmën, ai vajza një natë dinat, zgjohet ajo merr abdes i thot ti bashortit vet, hajde falet në namaz. Jo thot unë s'falem. Jo thot unë jo që se falë namazi janë lojë, namazi janë sport, nuk është diçka interesante. Ndoshta para 500.000 vjetë, as gjansa. Edhe kjo shumë ka demoralizu. Pas disa ditëve, edhe të naj e tradita, e nusjet që martohet, dhe me thonë shkon të prindërit e vetë. Edhe ku shkon të prindërit e vetë, ki djali shkon ta merë, dhe me thonë. I ka bon titët edhe ta ktheje. Ajo del të dira, jo, thotë. Unë me njerëzit që janë qafira, s'ja martohen, kam mendu që i musliman. Mirë, tash ku po du me dalë? Ki djali, qka ka bon? Ajde ka thonë ta kthej me sihr, me magji. Edhe ka gjetë një sirian atje. Para 4-5 vetëve e vrajtë një sirian atje në Riyad, në Saudi, se e hetun që mirët me magji. Ka gjetë një sirian, ka thonë, vallaj, nuk munda me të ndihmu. Pse shumë familje forte të në aspektin fetar. S'ka shansa. Kanë shku në Maroko. Maroko, sa për informat në shtetet arabe, Marokant janë ma sehirbaza, ma të avancum këtë aspekt. Kanë shku të i kryesorit, e magjistari kryesori ka thonë, ka dalë prit pak, i ka dërgu të gjindë ka Riyadi, të usilë atje, silu. A mundesh me ndimu, ka thonë, sa të dush paret ja. Veç ma kri këtë puna e vajzë të kthejet. Thotë, vallaj nuk mundet. Pse? Thotë, jo në atë shtëpi, edhe 40 shtëpia rreth, e për qark shtëpis ku jetë nuk munde me të përtu. Pse? Që 40 vjetë, për ditë në atë shtëpi është lecu Suratul Bakara. Sa për informat, mos mire me magjistari, me magjia dhe me njerëzi, po hajtë të lexojmë Suratul Bakara e ta falim namazin, e ta mbrojmë vetë vetin, e të rrim me abdes, e pastaj se Allah e lejon me na sprovu, ne të na sprovon. Inshallah Allah na uzon, edhe të gjithëve së bashku në xhenet son.